Babai i Ervin Matës, Luan Mata, ka dëshmuar në procesin në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj Flauren Dervishajt dhe Julian Meçajt, të akuzuar për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doi, ku është vrarë shoferi i tij Andi Maloku. Në hotelin në pronësi të tij ka shpërthyer një sasi tritoli në vitin 2020. Ai është shprehur se në vitin 2020 ka operuar në biznes privat dhe ka patur në pronësi Hotel Victoria dhe Victoria Construction. Nuk ka patur probleme me asnjë. Në vitin 2020 ka patur një incident, ka qenë brenda në hotel kur ka ndodhur ngjarja. Ai ka theksuar se i gjithë hoteli është i mbuluar me kamera, ka 2 fëmijë dhe nuk ka dieni se kush mund t'ia ketë vendosur sasinë e tritolit. Në proces ishte thirrur për të dëshmuar dhe Julian Pietri, i dënuar me 4 vite e 4 muaj burg për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Nuk dua të jap shpjegime, përfitoj nga kjo e drejtë që më jep ligji, ka thënë Pietri. Dëshmitari është paraqitur edhe Genti Nderjaku, po ashtu i dënuar me 5.4 vite burg nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si pjesë e grupit të kryer atentatin. Nuk dua të përgjigjem, dua të përfitoj nga kjo e drejtë, ka deklaruar Genti Nderjaku. Në proces është paraqitur edhe Ramazan Raja, nipi i ish deputetit Rahman Raja, i akuzuar si pjesë e grupit të Flauren Dervishaj dhe i dënuar me 6 vite burg nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dëshiron të dëshmoj se nuk është avokati im, të paraqitem herë tjetër, ka thënë ai. Ndërkohë, Amar Shkëmbi, ekstraduar së fundmi nga Dubai, po ashtu është shprehur se do të përfitojë nga e drejta për të mos u përgjigjur.